أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله në lartësuar e falendrojmë salavatet dhe selamet pejgamberit tonë të dashur alayhi salatu wassalam ne dërgojmë lut Allahun fuqiplot që të na udhëzoj, të na forcoj, na i pranoj ibadetet dhe të na bëjë të sinqert. Allahumma amin. Vazhdojmë me këshillat që i nisën dje rreth natës së Kadrit. E sot mbetëm djetë pjesa që Allahu Gjeleshanuhu e ngriti masi e informoj pejgamberin alayhi salatu wassalam, e ngriti informatën e natës Kadrit nga ona jashtme për arsye të kacafytjes apo ngritjes së zërave të disa sahabëve, por nga ona e brendshme nëse shohim, domethënë bindemi se kjo ka qenë hajër, bereqet dhe mirësi që Allahu mos me lën këtë ummet me u bën demel. Të nderuar vëllezër, Allahu Gjeleshanuhu me rahmetin e vetë ka ngrit informacionin e natës Kadrit. Jo se nuk na do neve, por shpesh duket diçka më e vështirë, po ajo ka dobi më shumë. Njëjtë sikur se prindi kur i bërtet e vladit, kur e tut ose edhe e rreh ka pak, fëmia mundet me mendu se e ka për të keqen e tij. Në fakt prindi e ka për të mirën e tij. Edhe prindi kur e shtem me mësu fëmin, kur jep me zor ilaçet mi pi, e ka për të mirën e tij, edhe pse fëmia mendon që e ka për të keqen e tij. Kështu Allahu fuqiplot është më i mëshirshëm se sa çdo prind për evladin e vet. Edhe ai me rahmetin e vet e ka mshef këtë natë të Kadrit që më thon besimtarëve ju duhet të angazhoheni më shumë. Edhe është përmetar keq, edhe them me plot bindje, edhe me plot përgjegjësi se si besimtarët një pjesë e tyre për fat keq nuk po duhet me thonë tash nuk ju vjen marrë, se s'po du me qut deri që tu me selën, që 20 e ca ditë të tjera pritojnë mi falë taravit, edhe pritojnë edhe kukatin edhe ankon pse hoxha për e zgjat, ku janë 29 ose 30 taravit, hiq ma shumë. Ka një orë 15 minuta bëjnë 35 orë. 35 orë, 40 orë në 30 ditë. Mja kushtu Allahu të fuqiplot në namaz ekstra, nuk janë kur gja. Pastaj, si pas tyre, kur vjen nata 27, që si pas tyre mendojnë që veç atë natë është nata Kadrit, qohen edhe falen derin sabah. Nuk është shumë ferë kjo. Kjo nuk është shumë ferë. Është e lejume. Nuk po thamë që s'është e lejume, por po thamë që nuk është shumë e hishme. 30 ditë, ose 29 të tjera, iki namazit, lypi xhamiat ku falet ma shkurt, taravia, lëshoje namazin mas 8 recateve. Gjithmonë jam të fol për më të mirën, nuk e kam me ju thonë lene, e nuk e kam me ju thonë se e keni bërgjë taravin, jo, nuk e keni bërgjë. Ne jemi të fol që ka është ma e mira e të mirave, ma e mira. Kur gjen një mysafir, një sen që e ki mundu është sa ma mirë mja përgadit. Kur vjen mysafiri Zotit, Ramazani, pse se bën ma të mirën e të mundshme. 29 ditë tjera, i falë të recat. Edhe unë e di që një pjesë të tyne, një jetën nuk ja di. Vetëm Allahu i gjykan një jetët. Në bazë të anës jashtme. Na shofim se një pjesë të tyne, në bazë të anës jashtme. Nuk e kanë pasim të sunetit. E kanë demerlluk. Sepse po t'ishte pasimi sunetit, ai do të shkonte në shtëpi, do të lexonte Kur'an, do të bënte dhikr, e nuk do të shkonte direkt në kafe, e menajte edhe 2 orë të tjera në kafe. A hoxhën e kritikon nëse i fal 1 orë e 15 minuta. Ka kështu. Pastaj kur vjen nata 27 që pretendon se është nata e Kadrit, deri në sabat do mu shky të falë. Thash dhe po e përsëris. Nuk po them që është ndalume, por po them që nuk ka shumë burrnore deri në këtë drejtë. Allahu Gjeleshanu ka ditë me na lënë neve me thonë e keni natën 27, natën e Kadrit. Por me rahmetin e vet ka dashme na eduku neve që o ju musliman, mos u bani demela.
grahni ibadetit sa të mundeni, jep një zër, se vallahi l'adhim, vitët shkojnë, Ramazanet nuk kthehen, jeta shkurtohet, njëri bëhet pishman dhe vjen momenti i fundit që thot, i mjeri unë, t'isha kthy edhe njerë, por është vonë. Prandaj kur vjen fundi, të gjithë i ulim veshët. I ulim veshët. Në fillim kritikojmë edhe lypim xhamiat ku është ma lehtë mu falë edhe ma shpejt. Është të turpshme. Për Zotin është të turpshme. Nëse një besimtar i ikë për një xhamisë të caktuar, veç se po falet pak ma gjatë, nuk po du me thonë që me falë 2 orë edhe 3. Ama këtë dallimi mes xhamive njëna prej tjetrës është 10-15 minuta. Mesatarisht. Prandaj Allahu xhaleshanu e kam shef natën e Kadrit ty për me të angazhu pak ma shumë. Allahu ka përmend një surë të plotë në Kur'an, suratul Qadr, nata apo surja natës Kadrit. Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Vërtet ne e kemi zbrit Kur'anin, pra atë Kur'anin, në natën e Kadrit. Wama adrake ma lejletul Qadr. A diti çka është nata e Kadrit? Kështu Allahu na ka drejtuar secillit prej neve. Me na ngrit ambicjet, vullnetin, me këshyrë se çka ka kjo nata e Kadrit. Lejletul Qadri khejrum min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Tanazzalu l-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu l-malaikatu war-ruhu. Zbresin atë natë me laçet, edhe shpirti i shajt. Shpirti i shajt në shariat është për qëllim Gjebraili alayhis salam. Gjebraili alayhis salam. Zbresin atë natë min kulli amr, duke marrë çdo urdhën prej Allahut. Selamun hiya hatta matla'il fajr. Ajo është paqë deri në sabah. Është mirësi deri në sabah. Edhe një tërheqje vrejtjes po du me e bon këtu për disa besimtarë në shariat. I kemi disa hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam që i shënon Imam Buhariu, po ashtu edhe imam të tjerë të librave të hadithit, që një prej netve kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka po ëndër natën e Kadrit, ka qenë se nesër ka me rënë sejdë, pas një karanje shije dhe do t'jetë nata e qetë, e tjerë ulemat i kanë dhënë disa shaja të natës Kadrit, por duhet t'i tërheqë vrejtjen ndjemve të ri, të cilët nuk përkushtohen në adhurim. Nuk përkushtohen në adhurim netët teke ose 10 net të fundit, çka bëjnë? Dalin edhe inqizojnë natën, pe banesave ose pe shtëpive të veta, edhe na çojnë video neve, hoxha, a ka mujtë sonte më konë nata Kadrit? Qa po tanin ty a ka mujtë më konë ti që ka ke bon për sonte, që ka ke bon pram ti? Mirë, nëse e mora vesh ti kenaj veç të inqizu, edhe s'ke falë, s'ke lutë, s'ke bo kur fari badete, qka përfiton ti pja soja u konë nata Kadrit prama jo? Qa përfiton? Vetëm thjesht inqizim, na të japim maksimumin, sepse edhe nëse mendojmë që u konë pram, ose parnat, ose sadësht, ose çka përfitojmë na nëse inqizojmë edhe nuk bëjmë ibadet. Edhe kundërta, nëse na bëjmë ibadet, edhe nuk e inqizojmë fare, atër kjo është ma mirë për neve se sa mu përkushtu thjesht të fotografitë edhe të nalo mos është sonte, mos është nesër. Po, ulemat kanë thonë se ibadetet janë më të lehta atë natë, përkushtimi është më i madh atë natë, dëshirja, ndjenja për të kontribuar në adhurim është më e madhe atë natë. Por asesi, na ta humbim adhurimin me njet të e fotografu ose të e këshyrë natën. A është nata Kadrit apo jo? Në këtë natë, dashur vëllezër, Allahu xhaleshanu ka zbrit Kur'anin prej vetës vetë tek Gjebraili alayhis salam në qiellin e kësaj bote. Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Kemi zbrit natën e Kadrit. Prandaj ulemat kanë thonë, Kur'ani ka shku, veç e ka madhështu, e ka bën më të madhe, më të vlefshme, çdo sen që Kurani e ka ballafaqu ose e ka prek direkt. Nata në cilën ka zbrit Kurani është bën nata më e vlefshme, nata e Kadrit. Me laqa
të cilit meleku të cilit i është zbrit Kurani, është bë meleku më i vlefshëm, Xhibrili alayhis salam. Pejgamberi apo muji në të cilin ka zbrit Kurani është bë muji më i vlefshëm, muji Ramazan. Pejgamberi të cilit i ka zbrit Kurani është bë pejgamberi më i vlefshëm. Çdo besimtar i cili e mëson Kuranin, e kupton Kuranin, punon me Kuran, është person më i vlefshëm. Prandaj çdo që e prek Kuranin me bereqetin e tij, ai ka më kon i vlefshëm. Ka zbrit te Xhibrili alayhis salam, pastaj për 23 vjet ka zbrit dal nga dal sipas urdhnave të Zotit. Allahu i ka thonë pejgamberit e Xhibrilit alayhis salam, merri çdo 2 ajete çoja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mas një javë çdo 3 ajete. Në filan vendin le të vendos, filan surën le të vendos. Edhe kështu është kompletu për 23 vite. Pra ka zbrit në natën e Kadrit, pastaj është plotsu për 23 vjet deri në tokë. Po ashtu po thot Allahu xhaleshanu që kjo natë është më e vlefshme se 1000 muaj. Të nderuam vëllezër, të gjithë ulemat kuptojeni mirë, sepse ka disa keq kuptime nga xhamati, të gjithë ulemat dietarët janë të pajtimit se nata e Kadrit nuk është e vlefshme sa 1000 muaj, por është më e vlefshme se 1000 muaj. Ta kuptojmë, më e vlefshme. Edhe sipas historianëve musliman, në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, bota nuk ka njoft numër më të madh se 1000. Nuk ka njoft numër më të madh. Prandaj Allahu ka përmend numrin më të madh të asaj kohe. Kështu që për shembull Imam Ahmedin e kanë pyetur sa hadithe i din. E kanë pyet Imam Ahmedin sa hadithe e din, ai ka thonë 1000 në 1000. 1000 në 1000. Do të thonë 1000 herë 1000 i ka rënë 1 milion. Se s'kan pas numër me thonë 1 milion. Kanë pas 1000 si numër më të madh. 1000 në 1000. Kështu që ky ka qenë numri, prandaj na nuk do të me guxu me thonë që ajo natë është e vlefshme sa 1000 muaj, por është më e vlefshme se 1000 muaj. Vetëm Allahu xhaleshanu e di sa. 1000 muaj bëjnë mbi 83 vjet nëse këshir me muaj gregorian apo të diellit, me muaj të hanës shto edhe 1 vit e gjys, tham më shumë se 84 vjet, 85 vjet e kështu me radhë. Natë zbret edhe e fundit, zbret kaderi, caktimi për 1 vjet. Zbret caktimi për 1 vjet. Allahu xhaleshanu prej vetes vet ja jep melaçeve caktimin e robërve në libra. Domethënë caktimin për ty, për këtë tjetrin, për atë tjetrin për 1 vjet. Këtë që ka me të ndodhë për 1 vjet, prandaj duhet me bëjë dua që Allahu xhaleshanuhu më zbrit besimtarit sahifet apo fletushkat ose librat e veta sa me izën Zotit sa më mirë, edhe me i fshinj ato fatkeqësitë që munden me ndodh përmes duave, përmes sadakës, edhe veprave tjera të mira. Prandaj nuk duhet me neglizhu, edhe pse unë këshilloj që jo vetëm një natë me u mundu, ani nata e 27 mundësia është më e madhe, shumë më e madhe se sa në natë të tjera, por asesi më u mjaftu vetëm sot me u falë mulut, pastaj me harru Allahun xhaleshana apo ibadetet në muajt e tjera. Allah na falte na përmirësoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.